Kur gjendja financiare të vështirësohet, atëherë bëni tregti me Allahun përmes bamirësisë. Për të kuptuar mesazhin e bukur të kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu, në surën Bekare, ajeti 261, thotë: Shembulli i atyre që shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut është si shembulli i një kokre drithi që mbin 7 kallinj. Në çdo kalli ka 100 kokra. Dhe Allahu ja shumëfishon kujt të dojë. Dhe Allahu është gjithëpërfshirës dhe i dijshëm. Ky ajet nxjerr në pa shpërblimin dhe bekimet e pafundme që vijnë nga dhënia në rrugën e Allahut. Ashtu si një fare vetme jep një korrje të bollshme, aktet tona të bamirësisë mund të sjellin bekime dhe begati të bollshme në jetën tonë. Por më tepër, në surën Teube, ajeti 60, Allahu përmend kategoritë ndryshme të njerëzve që janë kualifikuar për të marrë lëmoshë, duke deklaruar: lëmoshat janë vetëm për të varfrit dhe nevojtarët, për ata që janë të punësuar për t'i mbledhur ato, atyre që duhet përfituar zemrat, për të liruar robrit dhe ata që kanë borxhe, për çështjen e Allahut dhe për udhëtarin, si detyrim nga Allahu, se me të vërtetë Allahu është i gjithëdijshëm dhe i urtë. Ky ajet thekson rëndësinë e dhënies së lëmoshës atyre që janë në nevojë, pasi është një mjet për të përmbushur detyrimet tona ndaj Allahut dhe për të promovuar drejtësinë sociale. Në dritën e këtyre ajeteve kuranore, ne mund ta kuptojmë urtësinë e thellë që qëndron pas deklaratës së Imam Aliut. Kur e gjejmë veten në një gjendje varfërie ekstreme ose vështirësish financiare, në vend që të dëshpërohemi ose të kërkojmë mjete të kësaj bote për jetesë, ne inkurajohemi të drejtohemi te Allahu dhe të angazhohemi në tregtinë e bamirësisë. Ashtu si një sipërmarrje e suksesshme biznesi sjell fitime dhe përfitime, investimi në akte bamirësie sjell shpërblime shpirtërore dhe materiale nga Allahu. Duke dhënë në rrugën e Allahut, ne jo vetëm që lehtësojmë vuajtjet e atyre që kanë nevojë, por edhe pastrojmë shpirtrat tanë, forcojmë besimin tonë dhe kërkojmë afërsi me krijuesin tonë. Për më tepër, kur angazhohemi në tregtinë e bamirësisë, na kujtohet natyra kalimtare e pasurisë së kësaj bote dhe rëndësia e dhënies së përparësive të shpërblimeve tona të përjetshme. Kjo thënie shërben si një përkujtesë e fuqishme për muslimanët që të mos e humbasin kurrë shpresën në kohë vështirësish dhe të drejtohen gjithmonë te Allahu për jetesë dhe udhëzim. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson mësimin e thellë të bërit tregti me Allahun përmes akteve të bamirësisë kur e gjejmë veten në një gjendje varfërie ekstreme. Na kujton shpërblimet dhe bekimet e pafundme që vijnë nga dhënia në rrugën e Allahut, siç theksohet në ajetet kuranore. Duke u angazhuar në tregtinë e bamirësisë, ne jo vetëm që lehtësojmë vuajtjet e të tjerëve, por edhe forcojmë besimin ton, pastrojmë shpirtrat tanë dhe kërkojmë afërsi me Allahun. Le ta kujtojmë gjithmonë këtë mësim të vlefshëm dhe të përpiqemi të jemi bujar dhe të dhemshur në marrëdhëniet tona me të tjerët.